përshëndetje, si jeni sot? Si jeni kuptuar dhe nga titulli, ne sot do të kemi një tjetër podcast. Unë jam Adelaida, ose të shumë të më thonë ndryshe, infermieri Adel. Podcasti ose tematika që kam lidhur sot për ditën e sotme është tematikë shumë e bukur, e cila gjithmonë ka shumë dimensione, gjithmonë ka shumë dyzime, gjithmonë ka shumë nuhatje, se cilën rrugë ne do të ndjekim kur jemi përgjatë gati 3 viteve tek Infloteka Studio. Kam marrë shumë stazhe, shumë dyzime, kam marrë shumë këndvështrime, më kam pyetur shumë veta se çfarë duhet të bëjmë, kë duhet të zgjedhim, dhe andaj u mendova që është fiks momenti i duhur për të folur për ditën e sotme. Ne do të flasim për masterin në Shqipëri apo masterin në zhvendit, pro dhe kundër, pozitivet dhe negativet përse dhe në fund 2-3 përfundime gjithmonë sipas meje. Andaj, unë si që them gjithmonë në çdo video përpara çdo podcasti, merrni çajin tuaj sepse ne do të nisim me një herë. Pas bachelorit, të gjithë ne si student përballemi me një dilemë. Disa e thonë me të lartë dhe disa me mundjen e tyre. A duhet ta vazhdoj masterin? Dhe nëse po, ku? Në Shqipëri apo diku jashtë, diku larg? Unë mendoj që kjo pyetje nuk ka një përgjigje konkrete, sepse varet nga disa faktorë. Së pari, kush je ti, çfarë pret nga ardhmja dhe ku dëshiron të shohësh veten pas disa vitesh. Do të jem sinqert me ju në fillim. Pyetja, a ja vlen masteri, nuk është vetëm një pyetje akademike, por është një pyetje gati personale, sepse kjo nuk varet vetëm nga faktorët akademik, vetëm nga të mësuarit apo nga ato çka neve masterin afron, por varet më shumë se nga ku do, siç thashë pak më herët, ku do të shohim veten. Gjithë ne, përfshirë edhe mua dhe jo vetëm një herë, por disa herë jemi ndarë dhe kemi bërë pyetjen, çfarë po bëj unë me jetën time? Çfarë po bëj unë me jetën time? Ku të jem unë në të ardhmen time? Ku të jem unë në të ardhmen time? Dhe është pikërisht kjo, pyetja kyçe nga ku më pas do të zgjidhet edhe i gjithë zinxhiri i ngërçit apo i pyetjeve tona. Kur mbaron bachelorin, shumë njerëz vetë te thonë flasin. A do vazhdosh masterin? Çfarë do bësh me jetën tënde? Duhet të bësh një zgjedhje, nuk e kohë, pa master ti nuk bashkon dot, duhet të bësh sakrificë për veten tënde, dhe pa për të madh duhet të dëgjuar të gjithë këto fjalë. Zgjedhja nuk është më vetëm e jotje, sepse do apo do ti ndikohesh nga fjalët përreth. Është momenti që jeni duke më shkruar mua që çfarë do të bëj, a ja vlen masteri apo jo, ju praktikisht jeni duke marrë një mendim timin i cili nuk është as i juaj më. Masteri në Shqipëri duket si rruga më e sigurt, duket si rruga më e afërt, sepse praktikisht si jashtë familjes, është më e përballueshme ekonomikisht dhe duket në një farë mënyrë si rruga më e sigurt për të çuar, domethënë thjesht një hap më afër të ardhmës së të ndritur. Në disa universitete, në disa fakultete, masteri është i domosdoshëm në rast se juve dëshironi të bëni karrierë në Shqipëri. Por, për infermierin, nuk është gjithmonë e domosdoshme. Unë jam shembull konkret i cila jam duke vazhduar të punoj në pavionin e kirurgjisë, estetikë dhe vetëm, dhe jam duke vazhduar të punoj atje pa një master. Por, në rast se ju dëshironi të keni një titull, të keni një status, të keni një mundësi më shumë, pra të avanconi në karrierën tuaj, dhe ju të mbeteni thjesht një infermiere, pra një infermiere pavioni apo një infermiere që bën atë punën tetërarshe apo 12-orarshe, në rast se ju keni premisa për më shumë, atëherë masteri duhet vazhduar sepse siç e thash pak më herët, të jep titull, të jep status dhe të jep mundësi më shumë shpërndimi. Dhe këtu është ajo ndarja midis masterit profesional apo masterit shkencor. Në rast se ju keni dëshirë të vazhdoni për pedagogjinë të ardhmen, për doktoraturë, të merrni dhe me kërkime shkencore, pse jo, duhet të vazhdoni me masterin shkencor. E vërteta është kjo që po, ajo letra, ajo diploma e masterit të jep një status, por jo të mosdoshmërisht të jep një siguri. Dhe në një moment të caktuar ti fillon të kuptosh që nuk të mungon letra, pra nuk të mungon statusi, por të mungon praktika dhe besimi vetvete. Problemi nis pikërisht në atë moment kur ne kuptojmë që pritshmëritë tona, pra pritshmëritë e studentit, janë të mëdha se realiteti, sepse po, ti mund të kesh një diplomë më tepër, por do shikosh që kjo nuk do të çojë domosdoshmërisht jetën tënde.
Sepse në momentin që neve vendosim të ndjekim një master, kuptojmë që masteri në vetvete ka më shumë teori se sa praktik, është shumë herë më larg tregu të punës, dhe ajo që marrim nga atje është thuajse surreale, pra është komplet në ajër. Dhe, pikërisht në këtë moment, lindet vetëndimi për të shkuar për të studiuar jashtë. Dhe jo sepse Shqipëria është keq, por sepse ti si individ kërkon më shumë, je jetur për më shumë dije, më shumë mundësi për të rritur, më shumë praktik se sa teori. Por të themi që dhe studimi jashtë vendit për master nuk është kaq romantik sa duket në jetën sociale, sa duket në Instagram, sepse ka net pa gjumë, ka net pa siguri, kërkon ka një presion financiar shumë të madh dhe ajo gjëja që i përmbledh të gjitha ka më shumë vetëmi. Ka shumë kohë, ka shumë momente ku shumë studentë të cilët janë duke studiuar jashtë, i pyesin veten që a jam duke bërë gjën e duhur, a zgjodha unë sakt, a zgjodha unë drejtimin e duhur për ta bërë këtë gjë? Studimi jashtë, qoftë për master, qoftë dhe për bachelor, kërkon durim dhe disiplinë. Duhet të vërtetë që çdo student që mendon për të studiuar jashtë, duhet të ketë me patjetër apo duhet të skalisë mirë përpara se të marrë një vendim. Masteri jashtë nuk është vetëm studim apo vetëm praktik në spital, por është i përballje me veten tënde, është i përballje me kufijtë tu, me vetmi, është i përballje ku ti çon veten tënde në limite. Ti duhet të përballesh me faktin që tashmë askush nuk të njeh, je vetëm dhe duhet të ndërtosh veten tënde nga e para. Por jo të gjithë janë gati për këtë gjë. Jo të gjithë janë gati për këtë hap. Për shumë persona, por edhe për mua njëkohësisht, mendojmë që masteri jashtë është një mundësi, është një derë e cila na hapet për horizonte më të reja, për horizonte të mëdha, të panjohura, por edhe më të suksesshme në një farë mënyra. Dhe unë, apo kudo tjetër që mendon këtë, e mendoj me të drejtë, sepse masteri jashtë është më i strukturuar, ti nuk do të presësh pedagogët në klasë dhe shpeshherë të shkosh në shtëpi pa bërë një mësim, është më shumë praktik dhe është, siç thash, nuk është më në ajër njëse siç janë masteret këtu në Shqipëri. Sepse jashtë nuk të pyesin se çfarë diplome ke apo se nga vjen, por të pyesin se sa i aftë je ti për të përballur me problemet reale, çfarë di ti të bësh, në cilën fushë pëlqen ti më shumë. Pra, ata merren me ty dhe jo me diplomën. Por këtu nuk dua që shumë nga ju aty mbrapa kamerës të më keq kuptojnë, sepse nuk është se jam duke thënë që masteri në Shqipëri nuk vlen. Masteri në Shqipëri vlen, por vlen vetëm në rastin se ti e di përse po e bën këtë master, e di se cili është qëllimi jot dhe e di rrugën që do të ndjekësh për qëllimin tënd. Vlen nëse ti këtë master po e përdor si një mjet për të shkuar drejt ardhmes sënde dhe jo që si një strek ku ti ulesh aty dhe qëndron në këto sohit e jetës. Unë mendoj që të gjithë ne jemi duke ndërtuar këtë pyetje gabim, jemi duke ndërtuar këtë diskutim gabim, qoftë edhe unë në fillimet e mia, sepse pyetja nuk duhet të jetë pa diskutimi, nuk do të nisi që ja vlen masteri më shumë në Shqipëri apo masteri jashtë shtetit. Unë mendoj që neve duhet të bëjmë një pyetje tjetër vetes. Është që jemi duke zgjedhur nga frika apo jemi duke zgjedhur nga dëshira për të rritur dhe për të realizuar më shumë si profesionist. Dhe në momentin që neve i bëjmë vetes këtë pyetje, atëherë edhe hapat që do të ndjekim janë më të lehtë dhe në një farë mënyrë e gjejmë rrugën vet. Pra sot, nëse ju më pyesni që a ja vlen masteri këtu apo jashtë, a ja vlen masteri për të bërë në përgjithësi, nuk ju jap dot një përgjigje konkrete. Ajo që mund të them vetëm është që varet se çfarë kërkoni juve, sepse nuk ka diçka më të rrezikshme sa të ndërtoni jetën tuaj, të ardhmen tuaj me mendimet edhe mbi ideologjitë e të tjerëve. Duhet të kuptoni diçka, që masteri, ajo kapela që jeni në fund apo diploma që merrni në duart tuaja, nuk ju definojnë si profesionist, por zgjidhja që ju bëni, rrugëtimi që ju zgjidhni të bëni, ju definon si profesionist i mirë ose jo. Dhe ndoshta suksesi nuk është të zgjedhësh rrugën më të lehtë apo rrugën më të vështirë në sytë e tua apo në sytë e dikujt tjetër. Por suksesi vërtet është të zgjedhësh atë që ti dëshiron të bësh vërtet dhe ta shohësh veten aty ku ti dëshiron të jesh. Si të keni kuptuar, ne kemi ardhur edhe në fund dhe unë dua të zgjidh një fjali për të përmbyllur të gjithë diskutimin tonë të sotëm. Dua t'ju them që
asnjëherë nuk ka diçka të ndarë në mes, pra diçka të ndarë me thik. Ajo që do të bëni ju për të zgjedhur rrugën tuaj është duhet të pyesni veten se ku dëshiroj unë të jem pas 5 vitesh. Dëshiroj të bëj karrierë këtu apo dëshiroj të bëj karrierë jashtë shtetit. Duhet të bëni gjithashtu pyetje vetes që çfarë po bëj unë për të shkuar drejt kësaj rruge. Dhe në momentin që ju jepni përgjigje këtyre pyetjeve, atëherë dhe rruga juaj bëhet akoma më e lehtë. Mos harroni të bëni like, mos harroni të bëni subscribe, comment dhe mos harroni të bëni share për çdo e cili është në këtë udhëkryq. Ne do të shihemi së bashku në video të radhës. Paçi!